Mirë mbrëma në Xhiro me Syqin. Sonte të ftuar në mbrëmjes kemi zotin Ylli Pata, gazetar i gazetës Tema, që është tashmë i njohur me analizat e tij, dhe po ashtu gazeta Tema është gazeta më e lexuar sot në Shqipëri. Mirë mbrëma dhe mirë se ka ardhur. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Zoti Pata, se ju edhe keni shkruar, çfarë mendon për gjithë këto përmbytje që po ndodhin në Shqipëri? Domethënë, që të ndodhi katastrofë me ato rreshje shiu që ranë në Durrës dhe në Shkodër, nuk duhet. Në një vend që ka investu për kanalizime, për gjërat e nevojshme që i duhen. Durrësi sot përmbytet nga shiu dhe nuk ka ujë në rrubineta. 35 vjet janë shpenzuar rreth $2 bilion vetëm për Durrësin dhe nuk dihet ku janë. Jo nga qeveria, jo vetëm nga qeveria sot, po 35 vjet. Pra edhe ata që bërtasin, që duan të vinë pushtet, kanë bërë të njëjtën gjë. Kush është mendimi juaj? Deri para disa vitesh, Shkodra ishte vendi që përmbytej më shumë. Jo vetëm binte pak shi, po domethënë thjesht të mbushte kaskada e Drinit, dhe mbahen mend dy kataklizmat më dhaja në 2004, që ishte Partia Socialiste, qeveria Nano në pushtet, drejtori i Keshit ishte Dies Pasta Antis Harasani, dhe u përmbyt Shkodra nga kaskada. Nga kaskada, nga shkarkimet. Unë kam qenë gazetar në Shkodër, prandaj e di mirë situatën. Dhe në 2010-ën pastaj ndodhi e njëjta gjë, thjesht nga kaskada ku sasirat të rreshjes nuk ishte më të mëdha. Tani nëse vëmë re, Shkodra, e cila ju e dini, është nga qytetet që ka më shumë ujë, qoftë edhe për lartësinë vitetare të vogël, po edhe për sasinë e madhe të Kiri, Drini, Buna, domethënë. Dhe këtë rallë nuk u përmbyt. Pse? Sepse qoftë në kaskadën është bërë një, po themi, llogaritje në hapjen e tyre me kujdes, qoftë edhe punimet që janë bërë nga Benet Beci në Bashkinë e Shkodrës, ku një farë mënyre, domethënë, për shembull te Xhamia Plumit hera parë që nuk u përmbytet. Pra, është punu gjatë vitit me ndërmarrjet komunale, me strukturat kanë funksionu. Ajo që ndodh me Durrësin është pikërisht kjo, se ne në kohë flas diktaturës ka pas ndërmarrje bonifikimi, ndërmarrje ujrash, të cilët funksiononin, punonin për ditë. Kurse tek ne ka edhe shtab, kanalet kulluese që nuk ekzistojnë. Nuk ekzistojnë. Edhe shtabet qeveritare janë si reality show. Pra ekzistojnë kanë me një plan për dalë në media, kur realisht rëndësishme është për të punuar në terren. Në terren me çfarë kemi parë, sidomos bashkitë në Shqipëri, bashkitë rëndësishme edhe bashkitë që kanë probleme, nuk arrin dot të menaxhojnë, domethënë, situatën, por ka edhe një problematik të madhe, për shembull, besoj e njeh Lezhën, zonat e Toravicës, ku edhe pjesa ku është ndërtuar në shtratët e lumenjve. Ky problem do jetë për mendimin tim gjithmonë, siç ndodh në lagjën e Kënetës ose në Spital, e cila është një zonë që edhe me hidrovoret nuk arrin dot ta po themi marrin ujin ta kullojnë. Ndërkohë doli një kritik shumë e saktë e një specialisti që tha ka ndërtuar një hidrovor të ri në Porto Romano, i cili vendi ku e ka ndërtuar nuk është i duhur, etj. Por ne nuk kemi struktura reale që të punojnë non stop. Jo ngritet një problem që thotë ka ndërtuar në Kënet, se këtë e kisha në shkrimin tim para 2 ditësh. E kam lexuar. Tash ti, përpos abuzimit me parat publike, përpos korrupsionit, përpos gjithë këtyne, vetë qytetarët shqiptarë, qose mund të quajmë qytetarë, se
nëse kemi arrit qytetarinë akoma. Se nuk do ishim këtë gjendje po të kishim qytetari. Njerëzit mas 90-s shkuan ndërtuan kënet, shkuan ndërtuan shtratët e lumit. Dhe tash kërkojnë që ti shkojnë nim pse na u myt shtëpia, zotni. Kush ndërton shtrat lumit? Kush ndërton në kënet? Kush ndërton në përfusha se kemi ndërtuar ne? Ju e dini shumë mirë, fushat historikisht nuk janë në kry, në kodër dhe fusha le të hapët komplet, nuk zëhet fusha. Le të hapur sepse nuk ke edhe tokë bujqësore, ne s'kemi. Po, tash ti, të gjithë këtë masakër që e kanë bëu shqiptarët bashk me shtetin, me vetë njerëzit që ndërtojnë, ose Tirana prisë përmyte Tirana se kemi ndërtune. Pra, të gjithë këte, tash vetëm vejmë gishtin, po mirë, a me numën e përpara se me i bo këto? Fix. Se unë po t'jemun shtet, ke ndërtu pa leje, po, se ka desh që në fillim kjo, u la për 35 vjetë. Hiqe. Edhe sot, dhe kur t'ikësh t'i vetë, letë mytesh, letë bohesh nuj, aty në pelk. Kupto? Kush ka thonë të me shku me ndërtu në kënet, mërë zotni? Që prish gjithë ekosistemin. Se këneta ka dhe këneta një po, ka funksionin e vetë. Ka funksionin e vetë. Mikroklimin e vetë. Pra, ne jemi njerëz që ndërtojmë vetë katastrofën dhe pastaj qahemi për katastrofën. Se kur ta bje natyre, ta bje. Po nuk janë katastrofa natyrore këto me 30 mm shi. Ne kemi rastin e, po themin në Shkodër, kur u ndërtu Maskalas, në shtratin e Kirit. Kiri është përmbyt, e ka përmbyt Shkodrën gjithmonë dhe stabilizimi, thonë prindit e mi, njerëzit, stabilizimi ka ardhur vonë edhe në kohët e Neverit, pra flas vite 60 që u arrit të stabilizoj, se Shkodra është gjithë nën tokë. Mirë po, pas Kalaj u arrit të ndërtu masivisht. Dhe problemi më i madh është se ne vendosëm edhe atë tash quhet legalizim. Fillum duke shteti pra e legalizon. Ilegalen e kam diskutuar atë vetëm që ne ka ndodhur që legalizohet krimit, legalizohet vjedhjat, legalizohet banditizmi, legalizohet ilegalia. Nuk ndodh kur, pra ne jemi këtë gjendje ne. Po legalizohet pa urbanizu. Dhe bravo, pa urbanizu, pa një master plan. Ti ke ndërtim, ti ke Tiranën sot nuk ka një ndërtim me një plan urban, Tirana është e bllokuar sot. Unë jetoj në Zberish kur u ndërtua në fillim, sepse ka qenë pjesë e komunës Kasharit kur u ndërtua, ishin pa kanalizim, me gropa septike dhe me puse ujë. Dhe stabilizimi ende nuk ka ardhur, por futja në kanalizime ka ardhur vonë. Dhe aty me ndodh një kriza tilla mund krijojnë katastrofa të mëdha, sepse kështu krijon lagje të tëra. Përveç pallatet aty ke pjesën e tash quhet Unazën e Re, ke ish fermat e Tiranës që kanë qenë Kurora e Gjelbër, flas për Bathorën edhe Saukun, të cilët janë gjithashtu janë problematike, janë bomba, janë bomba. Po. Tash po flas asnjëherë nuk është bërë, se kjo më vjen i natë, një debat publik në kohën e Neverit, një televizor ka pas, rubrika bujqësisë në lajmet e tetës, fliste temperatura tokës, të ne s'ka, diskutohet për të çështje. Big Brother e borë. Pikërisht. Kjo është Big Brother. Që duhet rubrika bujqësisë. Nuk ka një diskutim publik real. Po s'ke njerëz teknicienë valla që folin. Edhe si Merkush. Po si Merkush, si Merkush e duan, e din dhe media pjesë e kësaj zallamahia është. Tashi nuk mund qifet më, qeveria është para një krize. Dhe korrupsioni edhe sikur tjetë 10% e asaj çka flitet, perceptohet e një tjetër është shumë. A thu si mendon se do dali kryeministri Rama nga kjo krizë? Tashti problemi i rastit Balluku, po them, unë shikoj një përmendimin tim
përtej aspektit të hetimit, edhe hetimi duhet diskutu pa spekullu. Pra kemi një hetim të Spakut në lidhje me zonës kryeministën për shkeljet barazisë në tenda, e cila është një çështje që duhet sqarohet në mënyrën sa më qartë pa spekullime. Megjithatë unë mendoj që ky është një sulm i Spakut, unë mendoj që nuk është puni nati, po mendoj ishte një lloj politike e Spakut që kërkonte rritjen e mandateve, dhe me që nuk e bëri kjo mazhorancë, përdori këtë lojën. Megjithatë, është një fakt ku Edi Rama duhet japë, po themi, një qëndrim politik për çështjen, edhe mendoj që do kemi një orë i formatim qeverie ose një, po themi, një qëndrim politik qartë se dosja nuk është e vogël, dosja shumë serioze, dhe flet për një lloj koncepti se si ndodh në Shqipëri ndarja e fondeve publike, mënyra se si veprohet. Mendoj edhe këtu debati duhet jetë, po themi, tamam, sepse në fundit Shqipëria duhet krijojë institucionet për, po themi, për tenderimin, për prokurorimin, për cilësinë, supervizimin e rrugëve, se pastaj fillojnë e gjitha merr pamjen e një gjobe. Për shembull, sulmohet një biznesmen për të mbrojtur tjetër. Krijohet, se më thënë, pra Spaku, mendoni ju, nuk ka frym drejtësie, po ka frym për kjo që thuti, për të godit një anë, për të liruar anën tjetër, sepse nëse Spaku, sepse kjo drejtësia me aksione ka qenë bëhet dhe në kohë diktaturës. Fiks. Kështu që unë mendoj që drejtësia nuk mund bëhet me aksione, drejtësia duhet bëhet si frym, domethënë ku ligji të ndjeki, më fal. Forca të ndjeki ligjin, jo ligji forcën. Dhe para, nëse është bërë si një Deux mashina është bërë si një përbindës është Spaku. Dhe në anën tjetër, nuk e di kush është mendimi juaj, me se jo kam lexuar, ka një double standard. Fiks. Domthon ka filluar një aksion i madh, vazhdojmë, po në anën tjetër nuk mund bëhet kjo që të goditen gjithë të dhe të lehet ato që kanë bërë krimin dje që do të vinë pushtet sot dhe krim me vrasje, nuk bëhet fjala për korrupsion ma. Duhen hetu çështjet. Dhe ne kemi rastin, po marrim rastet e mëdhaja. Rasti Tahiri. Sajmir Tahiri u vunë në akuzë për grup strukturuar kriminal, sapo ai u kthye nga shtëpia Barçi shkoi me Edi Ramën. Dhe ne e pam që ai në fund u dënua për 150 euro shpërdorim detyre. Kjo është tallje. O, më thënë, hetoje çështjen e grupit strukturuar kriminal, siç ke rastin e Akshit. Akshi është akuzat janë të tmerrshme, grupi strukturuar kriminal. Kjo drejtoresha e Akshit. Më fal një minutë, që i kanë sekuestruar telefonat. Pse duhet ketë 7 telefona? Pse duhet ketë 7 telefona drejtoresha? Këtë se kuptoj. Nëse flas, unë po them, nuk ka pse të hetoj Spaku për grup strukturuar kriminal. 7 telefona, e dyta. Nëse do diskutohet për tenderat, ky Spaku nuk është audit. Spaku kap vjedhjen. Është shumë e vështirë për të kap korrupsionin. Ju e keni pa në Amerikë, kanë qenë në raste të rralla kur guvernator si Blagojeviçi e tjerë u kapën me presh në dur. Mo ka korrupsion dhe atje sa dush, por kur vjen puna, është shumë e vështirë për ta kap dhe hetimi bëhet në gjendje të lirë. Pikërisht këtë, edhe e kam përmend, edhe me rastin e Erion Veliat, por se duhet arrestohet majori New York. Është gjendje të lirë akoma, marroi mandatin. Akuzat e kishte të rënda, Erik Adams, po. Shumë të rënda, 12 akuza. Bile ndihmoi prokuroria federale. Tashi
Kjo që thuni ty është plotësisht e drejtë, sepse Tahiri për grupi strukturuar kriminal dhe përfundon me 18 muaj. Umbar Smali, Polli 1000. Ku është grupi strukturuar kriminal? Kush ma përgjegjësi për gjithë këtë? Pikërisht. Po. Sepse u përdor politikisht e gjitha të gjitha bëhen për një arsye. Ato bën një arsye për të sfumu nisin e reformës në drejtësi, ndalimin e reformës në drejtësi, sepse flas Friga nga Spaku. Friga ka qenë vetëm për dy çështje të mëdha, ose disa çështje të mëdha, ku është 20 janari, ku është Gërdeci, të cilët, për shembull, Gërdeci është në radh parë është aferë korruptive përveç tragjedisë. Aferë korruptive në kuptimin e plot fjalës. Aferë korruptive nuk është hapur kjo. E cila është zbardhur nga New York Times dhe Tema, gazeta Tema. Ajo është tamam grupi strukturuar kriminal, trafik armësh. Dhe korrupsion me armët e shtetit. Po, tashi, megjithatë Shqipëria ka nevojë për një operim të thellë lidhe me korrupsionin. Se korrupsioni është i dukshëm. Gjatë 35 vjetë. Është i dukshëm. Nuk mund ta mçefim, nuk mund ta mbyllim syt, por problemi është si do të bëhet dhe sepse po u bë me aksion, po të themon prap e keqja do të ngelë aty. Ashtu është. Pra, se ne kemi dy anë të medaljes. Një anë kemi Spakun që ka arrestuar dhe ka paralizuar gjithë administratën, sot nuk merr dot i shkres, do në shtetin de facto nuk po nuk punon, e vërtetë është. Nuk punon për frikës Spakut. Kan frikë, po. Dhe tjetra është që duhet që bëhen në mënyrë paralele dhe në mënyrë me procedura dhe me vendosje drejtësisë, duke pengu që të bëhet, se ti mund t'i dënosh të njerëz, po nuk gjen mënyrën për të pengu, për të blloku korrupsionin. Korrupsion ka kudo, nuk mund. Heto korrupsioni, nuk ka pse të hetohet. Spaku nuk është audit. Ne kemi kontrollin lart shtetit, kemi struktura të tjera. Pra nuk na funksionojnë institucionet. Ai do të kap, për shembull, në rastin e një tenderi publik, duhet zbuloj korrupsionin. Korrupsioni ka shumë mënyra për të zbuluar. Ne jemi gazetar, nuk bëjmë investigimin sa mund të bëjmë, por shumë e thjeshtë është sikur të merren pasuritë e politikanëve dhe të thuhet heto pasurinë. Ke rastin Ametaj. Ametaj është politikani i parë i cili është nën hetim për pasurinë. Bile më i mend kur më ftuni herë një televizion, sa thashun këtë fjalë, është i pari që po hetohet pasurinë, më largun nga emisioni sepse ato problemi ishte të sulmojmë, ishte koha incinerator, të sulmojë Erion Velie. Problemi është o niset një hetim. Jo, po edhe Ametaj ka qenë i përfshirë në incinerator. Patjetër. Ametaj nuk e bën për parim, po e bën se janë prish pazaret. Po e para punës është një i arratisur nga drejtësia. I arratisur nga drejtësia i cili kërkon azil politik. Mënyra, domethënë, të gjitha intervistat e tij për mendimin tim janë me qëllim. Po. Për të mbrojmë ishte një intervistë 3 orë. E ndoqja, po. Po, dhe duhet kishe nervat e kalit ta ndiqte atë intervistë se në mendimin tim as nuk thanë ai gjë të re, as nuk thanë ai gjë që nuk dihet. Kush don të thonte mram, ose çfarë prunin ai gjë të re ai që të shqetësoj publikun. Unë mendoj që akuzat e zotit Ametaj nuk janë të vogla, kanë qenë të mëdha, por akuzat e zotit Ametajt, në rastin që ai është i arratisur, merr konotacionin e një betejë politike me Edi Ramën. Problemi është shumë thjesht. Zoti Ametaj, nëse ka vullnetin për të po themi për të zbardhur korrupsionin ose është penduar, le ta bëj atë në mënyrën më të saktë mundshme, pa spekulime, si është e vërteta, dëgjojmë ekran tjetër dhe nëse ai mundësinë ka të kthej në denoncime në Spak. Ti çojnë në Spak, le ta hetoj Spakun. Të gjitha akuzat e tij. Mirë, por ne po flasim se tashti këtu
pandëshkueshmëria si më thënë, është sulmuar nga SPAK-u. Domethënë friga ndaj drejtësisë dhe ka nisë, është një zhvillim shumë i madh që ne sot nuk e ndjejmë, po është shumë e rëndësishme. Shqipëria këtu kishte një lloj pandëshkueshmëri të mëdha. Kanë frikë njerëzit që kanë pasuritë, kanë fsheh. Problemi i SPAK-ut është t'i gjej këto pasuri të fshehura, sepse kemi të bëjmë me Edhe kjo që thotë jam qose mos ndërpres. Edhe kjo arrestohen njerëz që kanë pasuri të mëdha, që kanë qenë funksione shtetërore, gjatë gjithë 35 vjetëve. Se unë nuk jam për këtë, dënohen 5 dhe të lehen 95. Sa atëherë s'kemi drejtësi. Hetimi duhet të jetë linear. Pra, hetimi duhet të jetë linear, një. Edhe e dyta është që jo vetëm arrestimi dhe dënimi, por duhet i merret pasuria në fundit, se unë këto kur thuti bëj një vit në Gjysburg del pasuritë ka. Po shumë vesh. Në Shqipëri kemi rastin ku një pjesë e madhe e pronës publike, e industrisë janë në pasuritë politikanëve dhe pa pikë zori thonë e kam pasur pronën. Rasti pronës i Partizani, i cili unë e kam lexuar dosjen, është një nga dosjet për korrupsion më të mira që është jo se është kundër Berishës, po fakti është i thjeshtë. Klubi Partizani ishte pronë e ushtrisë italiane. Me një marrëveshje i kaloi në si më thënë shteti shqiptar mas luftës dytë botërore dhe Ministria e Mbrojtjes e ktheu për pronë. Nuk mund ta kthesh për pronë selektivitet sepse u bë me vendim qeverie dhe me konflikt pasër interesi. Po problemi është që këto janë dëmë për bly kur i kanë marrë pronë, se ata e ka pas marrë Italia, ka ble. Po pra të po them. Italia me flori. Ishte pronë. Pra ato kanë falsifikim dokumentash, kanë marrit pronës me vendim qeverie, rikthim, ajo ishte pronë e shtetit, nuk i takonte më pronarve. Pikërisht, e para, e dyta, vetëm konflikti i interesit, pra vajza e kryeministit ka përfituar nga kjo pronë, kjo është, domethënë bën mu. Mirë, po si rasti Partizanit, ne kemi gjithë, po themi, ish industrinë që u shkatru, edhe po përdorën asetet. Ne kemi gjithë asetet e mëdhaja të industrisë që ato pronarët që nuk i kanë zhvillu sepse nuk i kanë, ato kanë vetëm emrin, ato janë emër të njerëzve të fuqishëm këtij vendi. Po të them një aset që e një mirë ish kombinati i Ali Kelmendi që është bërë copa, ose Birra Tirana, një nga asetet e mira të qytetit, kur në vitin 2000 ka ardhë birra italiane e famshme Nastro Azzurro për ta blerë. Ilir Meta ishte kryeminist e dha 6 biznesmenë shqiptar. Sot Birra Tirana po kthehet, ka degraduar dhe po kthehet në trull ndërtimi. Gjithë këto asetet industriale po kthehen trojë ndërtimi dhe ky është një objekt shumë i mirë hetimi. Është objekt shumë i mirë për të diskutuar, për të gjetë, si më thënë, follow the money ku janë me dasht. Po ky hetim do hetime serioze, hetime thella, nuk bën këto kaq kollaj. Po ju folet për Berishën, po për pozitën një dhe e dyta, protestat e opozitës. Ku do ta çojnë opozitën? Unë mendoj që herë në parë fillojmë me pozitën se më e rrezikshme është ajo që është në pushtet. Majoranca është në pjesën e mandatit 4. Po themi një precedent që s'ka ndodhur në ndonjë vend përgjithsisht. Kemi rastin e Orbanit dhe kemi rastin e Erdoganit. Në Britaninë e Madhe Tony Blair, edhe Thatcher, po. Edhe Merkel ju bëri 4 mandate. Ka raste, domethënë është një pjesë ku Edi Rama thotë ky do jetë mandati për ta çuar Shqipërinë në BE. Për ta çuar Shqipërinë në BE, megjithatë tek njerëzit është perceptimi që duhet një qeveri me duar të pastra, një qeveri që të ketë edhe perceptimin e madh. Kjo mund bëhet duke dhënë një kapërcim politik nivelit siç
e kërkon edhe Bashkimi Evropian, një qeveri vërtet që të ketë mos ta ketë atë frigën ndaj spakut, mos ta ketë po themi të jetë një qeveri tipike për të shkuar në Bashkimin Evropian, qoftë edhe duke bërë një hap mrapa mazhoranca. Në këtë situatë që po kalon bota e gjithë dhe Europa, mendon se Bashkimi Evropian do të vazhdojë si Bashkimi Evropian? Bashkimi Evropian, shumë thonë që Bashkimi Evropian mund të prishet, po nuk e shikoj sepse në shoh si pol geopolitik gjithashtu, plus edhe tregu më i madh ekonomik dhe më i pasur i botës. Unë nuk besoj. Jo, nuk është më tregu më i pasur i botës, po tregu më i madh. Dakor, nuk është s'ka fuqinë e ekonomike as mirë, megjithatë Kinës as Shteteve të Bashkuara. Padyshim, po domethënë i thonë domethënë një nga tregjet më të zhvilluar në botë. Megjithatë Europa sot ka një krizë. Është krizë e madhe, se Franca është në krizë ekonomike të rëndë, Gjermania gjithashtu po. Desha të bëj pyetje tjetër. Kjo që ndodh në Shqipëri, që ka ndodhur për 35 vjet, edhe ka ndodhur në historinë tonë shtetërore. Ne nuk e shohim shtetin si mbrojtës të popullit dhe për të ndërtu prosperitet dhe për të ndërtu zhvillim. Por e shohim për ta mjel si lopa. Kudo ka korrupsion gjithë botën, në Amerikë, në Gjermani, kudo i dim tash. Por janë sa institucione që nuk lejnë që korrupsioni dhe krimit kapin shtetin, kapin drejtsinë, se ne flasim për drejtsinë, po këtu ka qenë kapur dhe drejtsia. Drejtsia, po pikërisht. Prokuror që lirojnë kriminal, prokuror që janë të lidhur me krimin, që kanë marrë një pare për liru, për të bëva ligjërishet e veta, për të shpronësu toka, këtu është problemi madh është toka herë. Problemi madh është pronësia e tokës, që nuk zgjidhet. Pronat kanë qenë, domethënë pronat është po them një nga aktet më të rënda kriminale që është bërë këtij vendi. Padyshim. Unë kam bërë një investigim. Si desha të them këtë. Kjo kulturë jona që edhe në administrat shkohet për të vjedh, edhe kudo shkohet për të vjedh, shkohet domethënë dhe pasurinë të zyrtare e gallëzojnë, këtu është dhe e keqja. Që e gallëzojnë se kudo njerëz në botë, mafiozët marrin një low profile, profil tullet. Kurse këtu edhe është vanitet. Vanitet po. Shoqëri vanitoze jemi. Edhe panair vanitoz fix. Po. Edhe tashi kjo na ka pru në një moment që duhet të përmend që kjo po kollapson si sistem. Sistemi i ndërtuar 35 vjet ka ardhur në një pikë shumë delikate. A është një gjendje qeveria Rama ta nxjerrë nga kjo situatë? Unë mendoj dhe çfarë roli po lu opozita? Më saktë, a është e besueshme opozita të vinë po shtetë dhe të zgjidhë këtë problem? Unë mendoj që opozita e Sali Berishës në këtë moment nuk ka një mision për të ardhur në pushtet, sepse për të ardhur në pushtet ajo do të krijojë një ekip, do të krijojë një vizion se çfarë do të bëjnë. Ne kemi rastin e Bashkimit Evropian që Shqipëria i ka hap kapitulli dhe pret të antarësohet. Është një proces i cili nuk është negativ. Mirë po, s'ka rëndësi pse është mazhoranca që do e bëj. Mendoj që edhe Partia Demokratike duhet involvohet në një proces sepse jemi para një zhvillimi epokal dhe nuk mundet të krijohet, domethënë ai nuk e bën, po kush e bën? Kjo duhet të jetë një Jo, unë nuk e kam këtu, unë e kam këtu. Pyetja ime është kjo, që gjendja është e rëndë, pikë ta themi, se s'kemi pse gjendja është shumë e rëndë. Çfarë po ndodh shumë e rëndë. Patjetër që është e rëndë. Problemi është që kemi këto dy forca politike. Kemi PS-n që është e vetme dhe kemi opozitën me ca mikrobuza mrapa, se s'ka me Fatmir Mehdi që edhe ai duhet të jetë objekti i hetimit objekti i hetimit është ai po duhet kishte marru tash Gërdeci që është tragedia, një nga trageditë më të mëdha këtyre 35 vjetëve. Pra, kjo opozitë që është kontribuese për këtë sistem që po kollapson, është
Ka fillu me këta dhe ka arë ngritje. Tash kjo nuk është e besueshme. Jo, nuk është e besueshme, duket qartë. Ashtu. Dhe vetë si opozit ka arë duke u rrudhë. Në anën tjetër, pozita ka 83 mandate dhe ka një fuqi madhe. Ku do shkohet? Për këtë thash, me teknikisht Rama nuk e rrëzon do të sot, se ka numra. Do rrëzosh, se flasin shumë, o me numra, o me revolucion, o me zgjedhje. Këto janë rrugët për të rrëzu një. Po që të vi kjo duhet një frym shoqërore që t'i jap, po themi t'i jap opinionit, politikës, një propozim se çfarë duan ta bëjnë Shqipërinë. Dakord, ta rrëzojmë Ramën. Po cila është fryma? Këtu ishte pyetja, çfarë fryme do të bëjmë, kush është alternativa? Kush është alternativa? Pra, alternativa është ajo që është, që e dim tash. Sali Berisha, do të thënë, sado që të caktoj një emër të ri, problemi i Sali Berishës është pikërisht mentaliteti i Sali Berishës, sepse ai është arkitekti i këtij sistemi që ne jetojmë dhe ju që e njihni më mirë, se më thënë kënë qenë në të parë që do më thënë kërkut ndryshimin e regjimit e tjerë, kur Sali Berisha nuk dilte dot. Do më thënë, e ka mbaru misionin Berisha. Çfarë misioni do realizojmë? Misionin e do e kanë kryer misionin. Se misioni tyne doli nga zyra e Komitetit Qendror. Nda aty nuk du t'i hyj asaj dosje. Jo, i hyjmë, po nuk është, sepse edhe kjo puna e dosje me që e përmende, ka marru fare, ne nuk arritëm, ne jemi këtë gjendje pikërisht se nuk arritëm bëjmë dekomunistizimin, jo vetëm, si ndëshkim kuptimin, jo ndëshkim për të vrarë, për të prerë, po si ndëshkim që njerëzit që kishin bashkëpunuar me sigurimin, njerëzit që kishin bërë krime nuk duhet ishin nuk duhet ishin politik, nuk duhet ishin media, nuk duhet ishin bile Gjermania ka shku deri ke mësues nuk i ka liu. Shërbim publik. Shërbim publik nuk duhet ishin. Le të shkojnë vazhdojnë jetën e tyre kaq. Prandaj po them që atë lene atë sapse është saptitë, po gjendja është alarmante sot. Dhe ajo çka nuk më shihet është që po kapim me që jemi ke përmbytje. Janë dhënë 2 miliard, janë letra, 2 miliard dollar për kanale kulluese dhe për ujin Durrës. Durrësi nuk ka as ujë dhe përmbytet me 30, me 10 cm rreshjes shiu. Domethënë këtu që është bo hata janë këtë vend është bo, nuk mund ta mçefi mo. Po problemi është çfarë zgjidhje të japim. Njerëzit janë indiferent, njerëzit këto që flasin poshtë e lart nuk e kanë pse kanë vjedh pushtetarët, po e thonë si të vjedhim ne, kjo është thelbi. Kuptoti ku ka vend botë që thot opozita, njerëzit e opozitës, i kemi njerëzit tanë pa punë 12 vjetë. Pikërisht pra kjo është thelbi. Se partia politike vjen me ndryshu gjithë administratën, ku ndodh kjo? Nuk është kollaj më ndërtu, pra ne jemi këtë gjendje se i bëjmë administrata një vend është thelbi, shtylla kurrizore e një shteti. Ndrohet popola shtetit, kaq administrata. Ne po shikojmë aspektin se po them një specialist, po them i ujrave, ai jo vetëm din ka ekspertizën, po njeh edhe territorin, njeh historikun, është si një mjek që unë nuk shkoj te një mjek tjetër sepse ai e din mirë historikun e smundjes time. Kjo është shumë e thjeshtë, është eksperiencë që nuk arrihet brenda ditës. Tashti për ta mbyllur pyetjen e fundit, jemi në situatën kur bota geopolitike e fuqive të mëdha është rindryshohet. Ripërcaktohet. Ripërcaktohet. Trump shkoi brenda në Caracas, mori Madurën. Tashti thot do të marrë Groenlandën. Si e shef gjithë këtë situatë? Do me thënë, unë e shikoj një lloj frustrimi i Amerikës në këtë situatë vështirë, edhe do të
pavarësisht frustrimi. Frustrimi vjen nga po themi kriza strukturore që kanë Shtetet e Bashkuara si perandori botërore, ku ka humbur, si më thënë, edhe fuqia, po ka humbur edhe ndikimi i Amerikës si perandori e madhe. Dhe unë mendoj që është vetë një perandori sot. Po, për mendimin tim fuqi ekonomike, po. Ushtarake më shumë, po. Edhe politike, po. Edhe politike, po. Edhe për mendimin tim, domethënë, edhe pavarësisht se janë të vogla, edhe Rusia, edhe Kina, po qoftë edhe Turqia, pavarësisht me të veprojnë si perandori, por perandori me atë kapacitetin që kanë ato. Po unë mendoj që ri përcaktimi i peshës Amerikës në botë do bëhet, vetëm se Trump e bën në mënyrën më arrogante, por siç po lexojmë, janë edhe aparatet e brendshme të, po themi, Pentagoni, CIA, cila kanë nxit Trumpin të bëjë lëvizje gjeopolitike, qoftë me se Grönlanda për shembull aktualisht Amerika e kontrollon, janë bazat amerikane që nga 44. Dhe çështja mund të zgjidhet me diplomaci, po Trump e bën thjesht për ka këtë vesin për të tregu guzhinën e perandorisë, ja shiko, më tepër në aspektin reality show. Po këto organizma ndërkombëtare si OKB, drejtat e njerëzit, ose në këtë rast, OKB-ja e Grominkos, e Stalinit, pra me vetën 5 anëtarëshe, me Këshillin e Sigurimit, është një më tepër një institucion bllokues se sa një, siç e ka treguar historiku, se sa një institucion që zgjidh punë. Kur është rasti për të bllokuar, me që është vetoja, aty tregon fuqinë e dy, pra unë flas. Nuk ekziston më. Rastin e Venezuelës, mendon që u shkelën drejtat ndërkombëtare? E drejta ndërkombëtare shkel në mënyrë të hapur, por problemi edhe Maduro ishte një po themi një regjim i cili padyshim diktator. Po sa diktator kemi në botë? Patjetër, nuk është edhe Putini ky bisedon me me Putinin madje ka njëri të hapur. Pastaj në anën tjetër kemi 260 kongresmen që kanë propozuar impeachment. Dhe kemi middle term election, është në dorë, kështu që nëse fitojnë dhe Senatin, çfarë ndodh? Dje u bë një proforcë, ishin 2 votime që Senati votoi për ta kundërshtuar aksionin në Venezuelë, dhe ndërkohë Kongresi miratoi këtë fondin billin e shtëpiave, subsidave mjekësore, dhe ajo ishte një humbje e madhe për Trumpin. Domethënë se ai donte ta hiqte atë pjesë, mos ta votonte, tash i ka ngel vetëm në Senat. Senati ka mazhorancën, domethënë e ka humbur mazhorancën në Senat. Po pra se janë kthyer kundër, edhe situata, dhe unë mendoj, ku e lexova kishte New York Times, më duket, a Washington Post, që edhe aksioni i Maduro është më shumë edhe për politikë brendshme, sepse po i bin kotat politike magës, po. Kotat e brendshme, sepse është inflacioni, është nuk arriti atë që tha. Nuk domethënë ky tha Amerika për amerikanët, po në fakt e çoi gjendjen jo për amerikanët, po filloi. Është karma. Atë bëri për Bideni, si Bideni i shkret, të paktën në aspekt ekonomik, pati rezultate. Okej. Faleminderit. Tu e mbyllëm, faleminderit. Edhe do vi shpreh. Faleminderit.